Pas 20 ditë kampanjë intensive ku gjithë kandidatët për komunën e Tetovës dhe për komunat tjera të Maqedonisë së Veriut prezantuan programet e tyre para votuesve, sot në këtë ditë të festës së demokracisë, çdo qytetar do ta ketë mundësinë që të votojë për përfaqësuesin e tij, për atë i cili për këto 4 vite të ardhshme do ta ketë fatin e tij në dorë dhe do të vendos për të ardhmen e qytetit, komunës dhe çdo problemi të këtij qyteti dhe të kësaj komune. Urojmë që çdo qytetar me përgjegjësinë më të madhe të dalë të votojë, të përzgjedh atë të cilin mendon se është më i miri për të zgjidhur problemet e këtij qyteti dhe kësaj komune dhe të çdo qytetari Veshmas. Si çdo zgjedhje tjera, edhe këto zgjedhje ne patëm një mundësi që të ofrojmë programet, çdo kandidat programin e tij, ofertën e tij, vizionin e tij për qytetin dhe sot është koha që qytetarët të japin verdiktin e tyre për të ardhmen e qytetit. Urojmë që të fitojë më i miri.